Përshëndetje dhe ja kur I takohemi sërish si çdo të shtunë me emisionin Një nga ne nga unë Gjensila Nako. Në një kohë kur shumë të rinj largohen, Jetmir Kaçuli ka zgjedhur të ndërtojë jetën e tij në fshatin Griqan të Elbasanit. Prej 9 vitesh ushtron me pasion dhe përkushtim zanatin e elektricistit. Për më shumë ndiqni rrëfimin e tij, sekretet e punës dhe gabimet e shpeshta që bëhen me instalimet elektrike, të cilat rrezikojnë banesat. Këtu jemi në fshatin Griqan. Kur isha I vogël, që është marrë me bateri telefoni, I modifikoja tek elektrikët, ja shisja fshatarve 500 lek, 1000 lek, varësi të atyre që unë I bëja. Vjeç fillova me rregullu lavatriçe, soba, fillova duke marrë ritmin, pastaj vajta shkollë. Edhe tash kam arrit domethënë deri në atë pikë që jam në mënyrë perfekte. Përshëndetje, jam Jetmir Kaçuli, 29 vjeç. Profesioni im është elektricist dhe mëngjesin e kaloj duke pirë një gotë qumësh pranë gjyshës time. Si të shkoj mëngjesi sot? Mirë, okay. Çka ke bërë sot? Në mes, mola lopën, kam shku pulat, zogjt. Këtu kam njerëzit e mi të afërt, familjen, të cilët qëndroj më shumë në fshat, por çdo gjë mbledh me anë të familjes. Kam gjyshen, e dua shumë, kujdesem për të, sepse për mua është shtyllë shtëpia, duke të thonë llafës. Kam 6 nipën në 4 mesa. Jetmirin e kam pikën më të dobë. Çe punë do bësh sot? Unë sot do bëj ca instalime këtu në fshat, do I paroj një shtëpi këtu në fshat, jam duke bëj instalimet, dhe pastaj do shkoj në Tiranë. Mirë, okay. Unë po iki? Hajt mirash, në më mjapa nuse të tu. Po. Kam 9 vite që merrem me këtë profesion, e ushtroj si punën time kryesore. Unë kam studiuar tek shkolla profesionale në Elbasan, Ali Meftiu. Aty kam marrë një orit që sot jam domethënë në fazën time më të mirë. Këto janë veglat që mund të vazhdojmë punën, si dhe çdo gjë që është faza e punës. Përshëndetje. Mirë se vini, përshëndetje. Si jeni? Si e kalon? Do bëjmë testin e instalimeve, si dhe do vendosim ambazhurin. Që kështu vazhdojmë direkt me vendosjen e ambazhurit. Atëherë do vazhdojmë me të vëllë ambazhurin. Vazhdojmë procesin e ambazhurit. Marrim pincat dhe kaçavidën. Marrim ambazhurin si dhe video përkatëse.
Vazhdojmë me procesin e instalimeve. Aja varë të rije, Kjo do kapet dhe do rri me këtë lloj pozicioni. Të ketë këtë lloj pozicioni. Lidhja do më thënë dhe jetë si dhe jetë dhe instalimi. Masi të mbarojmë këtë do bëjmë testin e kontrollit të madjes rezistencës, çdo gjë. Madja e rezistencës bëhet do të jetë pajisje në punë për faktin që të ketë ngarkesën kryesore. çdo dritë ka automatin e vetë, Po, çdo gjë ka automatin e vet. edhe pamba e dushi ka edhe automatin e vetë. Çdo gjë ka në automatin vetë. Po ashtu është edhe mbrojtësi kryesor salvavida. Edhe pak mbaruam drejtuesin dhe pastaj fillojmë ke matja e automatëve. Problematika ka shumë llojshme. Për shembull, elektricisti ose si i thon disa në thojza, e vjen me të vjedh zanatin, ato toksimin e vjedhin nga nuli, po nuk është e lejueshme. Për faktin sepse mund të shkaktoj dëm personit në familje ose mund të rrezikoj që mund ta kapi kurrentin në çasti. Tash i marru me ambazhurin. A bavagia e mbazhurit digjet? Po, ambazhurit digjen, por ndërrohet thjesht shëriti që ka mrena. Domethënë kjo ambazhur riparohet. Tani do bëjmë testin e ambazhurit, dhe shikojmë për a është në gjendje puna ajo. E ndezim dhe ambazhuri është në gjendje puna. Si dhe ka dhe 3 pozicione ndriçimi. Tani do bëjmë me matjen e toksimit, si dhe matjen e rezistencës se sa ngarkesë ka shtëpia. Vazhdojmë me marrjen e reglave. Dhe hapim kutinë shpërndarëse. Këtu që automatët janë të ndame në seri. E mira është që automatët të jenë çdo gjë të cilësume. Ndriçimet të jenë veç, për shembull dhomat e ndriçimeve, pastaj fillon kondicioneri, pa në ndarjet e kondicionerëve të gjitha dhomave që ekzistojnë, si dhe prizat pastaj. Më herët instalimet kanë qenë i veri thjesht një siguresë në shtëpi, edhe ajo siguresa ishte automat çdo gjë. U diqte ajo, s'kishte ndriçim shtëpia. Do vazhdojmë me hapjen që të jemi me matën kryesore. Testi i shtëpiave, e mira është që të matet tokzimi për faktin që të jetë pa rreshje shiu, sepse me rreshje shiu do s'do aparatura do dalë ekscelente. Kurse pa rreshje shiu, atëherë dallon që a është në funksion tokzuesi apo nuk është në funksion tokzuesi. Vazhdojmë me matjen e rezistencës tokës, si dhe matjen e tensionit, të cilët e kemi dhe me aparaturë lartë, që të tregon se sa volt në shtëpi. Matja e tokzimit do të thotë që është në gjendje të mirë funksionale, të cilët e ka sharkimin 0 ohm. Kontakti është shumë i pastër. Lejueshme e tokzimit do të jetë 0.2 ohm, më lart nuk lejohet, për faktin sepse lohatja është shumë e largët, pastaj edhe nuk funksionon rënien e salvavitës, të cilët është kryesori. Kurse matjen e tensionit, unë e kam vënë këtu aparaturën për faktin se ta shohë edhe zotëria sa ka, sa volt hyn në shtëpi dhe sa volt i shkon aparaturave. Kjo para është kondicioneri, kjo dyta është soba. 2 pikat kryesore të asaj. Kurse kjo është tensioni kryesor, 230 volt, të cilët tash për momentin është e lejueshme për faktin sepse pajisja e përballon 230 volt. Por e rekomandueshme do të jetë 220 volt. Për faktin sepse djeg droselat e ndriçimit, të cilët sot i kemi çdo gjë me drosel. Shumica shumë të pakta janë pa drosel, po edhe këto llampat e reja që kanë dalë çdo gjë me drosel, të cilët ajo 230 volt e ka maksimalen. Ku e pash në fillim me të ambazhurin, nuk e di për që të thë për se është. S'kishe pa dhe jo. Këto mund të riparohen, po vetë prap, është shiriti e tillë, të cilët ti mund të riparosh sa herë që ajo digjet. Ambazhuri është me
profil alumini, për faktin që mos digjet shpejt të mbazhuri. Pavarësisht se ndriçimit janë me orë pune, sepse ka dalë koha që i vjen me orë pune që ti t'i bash riparim ndriçimit. Mund t'i lam në punë nëse im nga shtëpia, ikim Po, i lem pa problem. Domethënë çdo gjë është e siguruar. nuk ka rrezik që të Jo, s'ka asnjë bëjmë rrezik. masë, po, Fare, thjesht është ai procesi që është në gjendje pune, edhe konsumon pak energji, po ti vesh shpejt, më përpara kam pasien çdo gjë mekanike. Edhe do po të bite në kontakt nuk bite asnjë lloj gjë. Domethënë vetëm kur shkëmboje shtëpia. Kurse tani e kam bë plus siguri ke malli që do marrësh, po e ke edhe sigurinë e salvavites. Zuar të prishet pa mbadje, bioautomatik këtu? Po. Në rast kontakti që ka me trupin e vet pompa ose ka kontakt ujiti, automati në mënyrë automatike bie automatikisht. Si automati kryesor, po ashtu edhe automati që dëpërton tek ajo pajisje. Ato që janë me A++ kanë siguresë parambrojtëse. Do të thotë, sikur mos bjerë salvavita, ajo shkëputet në mënyrë automatike dhe bi siguresa. Tashi mbyllim kutinë shpërndarëse. Unë kam për detyrë i hem vit i bëj kontroll salvavites. Është me ligj, me detyrë. Sepse nesër pas nesër kjo salvavita, gjatë kohës kur i takuar, kjo fillon e bi rezistenca e saj. Domethënë e ka më të dobët luhatjen. Kurse kur vjen i bën testin edhe e shikon që ajo është kështu, deri zëvendësosh po me 3. Jo lumshin krahë, jo lumshin dorët, ajo falenderoj shumë pa fund. Shumë faleminderit. Edhe ne i e gjenë gjithmonë kur ke pastruar. Mirë pafshim. Me pafi gjithë mirat. Tani po nisemi drejt Tiranës. Në fillimit të studimeve të mia, më dukte diçka absurde, për faktin sepse u merrsha edhe vetëshu, edhe thoja me çfarë janë këto. Por shkolla ka të bëj, jep shumë rezultat sepse ti jep në uri për madjen e rrymës, madjen e rezistencës, çdo gjë. Ne këtu jemi në fazën e ndërtimi, sepse është duke u mbyllë faza e dytë. Edhe në moment që mbyllet faza e dytë, shihen linjat, kontrollohen linjat, bëhet madja e linjave. Këto është shumë plus, sepse shëriti lehtë. Me gjithë ndriçimin që është kaq i fortë, mund të harxhosh 100 watt maksimumin. Por edhe nuk i kapi 100 watt, nuk kapi 60 ose 80 watt. Domethënë është kursim plus për çdo familjar që mund ta bëjë këtë gipsin ose shëritat lehtë që janë në pozicion të gjitha. Me energjinë elektrike fiksohen pak, nuk është se është gjë që nuk shifet. Por siguria është më e përqendrueshme tek tensioni. Domethënë këtu sapo përfunduam objektin me spotet e gipsit. Këto kanë spot e gipsit për faktin sepse do dali vetëm unaza. Kjo t'japi
imazhin e rrethit, mos të jap imazhin e katrorit. Dhe këto dalin 1 mm ose 2 mm poshtë gipsit. Bëhet çdo gjë me mat. Tarifat janë me bazë metra katror ose me priza. Një instalim i thjesht llogaritet 20.000 lekë priza. Të gjitha prizat do të jenë të shoqëruara me tokzim, si prizat shuko, po ashtu edhe prizat invert. Këtu për shembull është bë vetëm dalja e linjave të gipsit edhe e kanalinës led. Kurse këtu ka gjë të mirë për faktin sepse kjo është alarmi i zjarrit. Edhe kjo ka shumë përparësi për faktin sepse është e siguruar civil. Edhe kjo është linja e zjarrit, të cilët ndahet në seri edhe për dhomat e gjumit, po ashtu edhe për në korridore, sallone e tjera. Tek shtëpiat për shembull që bie zjarri, aty është shumë problem për faktin sepse njerëzit vrapojnë për të hedhur ujë, nuk vrapojnë për shembull për të ul automatin kryesor ose diçka tjetër. Nëse s'bie automati do thotë që ka të defekt në sistem. E mira është që mos të hidhet ujë direkt, sepse uji është në kuptimin e llafes as sikur i hedh benzinë. E rihap më shumë zjarrin. Puna në terren është shumë e vështirë. Do të kesh kujdes me klimën. Por ai shiu mund të krijosh edhe rrëshqitje, sepse je me kamalec lart në shtyllë. Dhe unë nuk du ta bëj atë lloj pune sepse nuk më pëlqen se i bit njerëz si deta më shtyllës. Gjatë ngarkesës që kam kjo puna, të instalimet elektrike, dalë natyrë pastaj, gjithë energjinë domethënë e rimarr vetëm natyrë. I themi qafa e godoleshit. Këtu në fshatin tonë bëhet më shumë bujësia, sepse këtu gjithë njerëzit merren me prodhim fruta, perime, çdo gjë që ka të bëjë natyra. Pastaj në verë panorama është krejt ndryshe, për faktin sepse ka natyrën e gjelbër, çdo gjë është gjelbër. Fakt natyrën e kam qysh fëmijëri, sepse vija me gjyshen, dilja me gjyshen me bakti këtej. Dhe tani më pëlqen, sepse rikujtoj edhe një herë kohën e kaluar. Nga një bari, tash u bëra një elektricist, sepse zanatin e kam pas qefshir i vogël. Shumë njerëz më kanë pyet edhe më thojnë që nga elektrike e ke ose e ke nga 97-a, granata e dorës ose diçka e tillë kështu. Edhe unë jo ktheja, domethënë në kuptimin e mirë të llafes që i thoja pastaj që e kam pas nga shtatzania domethënë, që mami im ka pasur domethënë me problemin e veshkave. Fatkeqësia ndodh domethënë që unë muajin e 8 shtatzanisë domethënë doktori i bani atë ilaçin që mami im do të ishte mirë pastaj.
Pjesën tjetër të kohës, unë e kaloj duke rregullu zëtora, riparimet, çdo gjë. Si nga pjesa e telave, po ashtu edhe nga pjesa mekanike. Siç kemi këtë zëtor për shembull, divendosim baterinë dhe të shohim për latenizën dhe për. Kur has defekte më të mëdha, zëtoren e mbajmë mes, për shembull, dhe riparoj. Këtu në fshat ka ngelë shumë pak rini, sepse rinia ka ikë në migrim edhe është shumë e vaka domethënë shohësh të rinë në fshat, për faktin sepse nuk kanë shumë të ardhura. Unë jam ndër ato të paktët që kem zgjedh të qëndroj për faktin se fshatarët pak a shumë i duan domethënë të ketë i zanatçi në fshat në tyre. Për shembull, unë jam elektricist, pa instalime, pa riparime elektroshqiptare, çdo gjë. E arrit të riparoj edhe zëtorat pa problem. Siç do provojmë zëtorin. Bajmë pak të Si që pat, zëtori është në rregull dhe u kështu e mbyll ditën sot. Në Pogaj të Hasit, 2 vite pas shpalljes së pavarësisë, lindi Zep Muhadiri. Me 2 janar të këtij viti ajo mbushi 112 vjeç. Për gazetarin Benet Beqiri zbulon sekretin e jetëgjatësisë, një jetë pa stres, ushqime bio, ajër i pastër dhe punë të përditshme fshati. Quhet Zep Bislim Muhadiri dhe është 112 vjeçe. Në Vlahën të Hasit ka rritur 4 fëmijët e saj. E sot është djali 75 vjeçar që e ndihmon të mos shkëputet nga natyra që e do aq shumë. Në fillim të janarit, një pastiqeri në Gjakov i kërkuan të bënte një tort me një urim të thjeshtë. Urimi gjyshe 112 vjetorin. Për shefin e ëmbëlsirave ishte pothuajse e pabesueshme. Askush nuk ishte festuar kaq vite jetë gjatë viteve të tij të punës. Kam bërë surprizë me rastin 112 vjetorit, sajt domethënë 2 janar 14-s moshkët plot 112 vjeç. Sa që u habit edhe ai që përgatiti tortën,
edhe mori sqarim ma tepër që ta bëm një vizitë, por deri tani s'ka luajë gjë. Ku e kanë porositë tortën? Gjakov, Po? Gjakov e kanë marrë. E shka i ka thënë ai me bof? Se ka besua, ja? Se ka besua, po shëllojnë që qëma një foto që kam qef me boj vizitë shkurt. Me këtë moshë s'kom di halja. Sot, edhe vetë 112 vjeçarja habitet kur dëgjon këtë numër. Ti je tash 112 vjeqe. Sa? 112 vjeqe. Ula. Po, Asja kohë të që? A shumë, jo. shumë je po, edhe je e fort. Kur e pyet për vitet që mban mbi supe, thot se nuk i di. Megjithatë, fiziku i saj vazhdon të jetë i fortë. Katër 5 vitet e fundit, mosha ja ka dobësuar kujtesën. Megjithatë, në mendje ka të ngulitura ende, detaje që kanë shënjuar jetën e saj. Ajo e di se nga ka ardhur. I marrë i Prizrenit, në mësë. Për Prizren, ja? Po, pjati s'ka thonë. Fëmirin dhe rinin e hershme i kaloi mes Pogajt dhe Prizrenit. Për 5 vite jetoi në Prizren së bashku me familjen, ndërsa ishte e fijuar me islamin nga fshati Vlahën. Vjetë. Po? Ma pasi arritë të marrë të kënej, pse erdhe? Në përzun atë të shpije. I zoti shpijes, a? Po e të kishëm shpije të huja, na? E ta hajë shko të shpije jote atë e ku kishë. Të s'ki gjo. 5 vjetë kime ma e ta kjena. Këtë 5 vjetë e ka me dëllëm në vend turnë. Por rrethanat e kohës ndryshuan gjithçka. Familja u rikthye në Pogaj dhe pas mbylljes së kufirit në vitin 1948, lidhja me Prizrenin mbeti vetëm kujtim. Në mund kufirit, Ushtangu. të më shkoj shumë ma pa, ishme pasaport. Ata se kishëm pasaportet, atë. Vlahën është 40 km larg qytetit të Kukësit dhe 3 km në kufi me Kosovën. Mbyllja e kufirit mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë në vitin 1948, pas prishjes së marrëdhënieve Tito-Stalin, ndau tragjikisht mijëra familje shqiptare, duke ndërprer lidhjet mes Shqipërisë dhe Kosovës për dekada. Kjo ngjarje izoloi kufirin, ndau fshatra si Pogaj, Gorozhup dhe shkaktoi ndarje familjare për 50 vjet deri në vitet 90. Zepa pati fatin që edhe familja e saj të shpërngulej në fshatrat e Kukësit, e duke qenë fshat kufitar, i duhej të lëvizte gjithmonë me letër njoftim. Pavarësisht kujtesës së dobët, 112 vjeçaria ka të ngulitur në mendje rëndësinë e këtij dokumenti.
vazhdon të ruaj të vjetrin, edhe pse në ditët e sotme është e pajisur me kartën e identitetit. Ka një mos shesha të vlajet e njën atë, ka një mos këtë shtis nga në gjepë, se s'luklike pa këto. Pse s'like? E kom pas në gjepë këto. Se të sejke kuki për shaportën, për shaportën, ha, e këqyrke. Mërë shtinë në gjepë kuki posë, shtinë në gjepë. Ta shkujnë pa për shaportën. Shumina në zero. Lindi 2 vite pas shpalljes së pavarësisë, në 2 janar të vitit 1914. Copëzat të së kaluarës nuk kanë mundur t'ia fshin vitet e shumta. Gjatë pushtimit gjerman, ajo tregon se si motra e saj u plagos, ndërsa përpiqej të kalonte kufirin për të shkuar për të kuruar në Kosovë. Po, e voma në kanë plagu motra jemë në komë. E kanë pas palu pi lërgër, I ronë pulpon se I dulin për eshte. Qyshu sishin Gjermant këtu? Po diku mirë, diku keqë, diku që të shkëshëm rëkdim, ato. Po, mas qirimit? Ma keqë është të shkëshëm një. Ja, tash amadi një tash. Po? Këtë thadë dhe këtë laush. Tash nuk vujnë shumë. Atëherë më s'kohë me ishin. Në fukara lek. Në vitin 1941, u martua me shkuesi me Islamin. Martesa e saj ishte e thjeshtë, sipas traditës, por jeta që ndërtuan bashk ishte e qëndrueshme. Ka punu dhe për orare dhe për këtë, se jo gjohë, jo... Si pun fshate? Gjithë shka, kur vikin në këshomë ullë. Nga kjo martesë, lindën 3 vajza dhe një djalë. Mehmeti 75 vjeç, I cili bashkë me nënën sot jeton në Vlahun të Hasit. Deri në moshën 63 vjetë më kanë zonë shkolla. Pas ta jo bona për punë, u kooperativizu vendin tu, sistemi kooperativist. I ka ushtoa, moshën 18 vjetë, baba më ditë mas 6 muaj atje. Nga një smunja rëndë që poti, moshën 61 vjetë. Këtu që nuk jem mësu më babën, se qysh me përnu, qysh me etu, qysh me prite për cilë njerët. U lirova nga Austria, hyna punë shtetit. Punova në gjeologji, nga gjeologjia kalova në minje, edhe kështu që në fund mbylla pensionin me minjerën. Sa fshi ka qenë me I rrit fëmit, 4 fëmit? Sa fështirë e ke pas? Ja, I kom rrit, kallaj. Hajshin, pishin, në tronën e mirë, të që më s'mu rritaj. Kur shka, kur gjë heqë, së rritët tjetë që kaqë. Që kaqë jetë. Ku ta ki zhvenin si ka hije, shqytër për pjetë. Zepja ka punuar vetëm 5 vite në kooperativ dhe merr një pension modest. Të ardhurat nuk kanë patur rëndësi për të krahasuar me prodhimin që të jepte toka. Prandaj bënte gjithçka që të mos I mungonte asgjë fëmijëve të saj. Nëna Zepe, në kooperativ, a ki pas punu në kooperativ?
Po, Çfarë punë? 5 vjetë. 5 vjet në kooperativë. A ka në vështirë puna? Nuk e ka. Ja, shkësha me Veç punës kooperativ bëjsh edhe punë të shtëpia. Po, ka i shkëshim, ka i punëshim të shtëpia, e ishëm punën, e ishëm të shtëpia, të punën të shtëpia. Pjesa tjetër e jetës ka qenë e lidhur me shtëpinë, tokën dhe bagtinë. Ma pa gjithë shka, jetë të gatuj, të shqit, të dirë, të pastrim, ka. Buk kalamutja. Punë të nërë. Baktina i mjelë që lopë të dhite. Po e mirësh në lutë, e mirësh në dhatë, e mirësh në dhite, e mirësh në lutë, e mirësh në ketë, e bësh në të shketë, i shqish në të, shkësh në punë më rëpa. Për të, puna ka qenë mënyrë jetese. Edhe sot merr fshesën dhe pastron shtëpinë dhe oborrin, siç ka bërë gjatë gjithë jetës. Pavarësisht se vitet ja kanë venitur shumë ngjarje të jetës, ajo di të bëjë dallimin e kohëve në të cilat ka jetuar. Dikur, shtëpia ka qenë plot. Sot, familjarët mblidhen vetëm në ditë e raste të shënuara. Atëherë ma kalabla kërë moshkë shkia të jatë. Tash, kërkom. Sekreti i saj duket i thjesht, por i rrallë në kohët moderne. 112 vjeçarja nga Hasi nuk ka përdorur asnjëherë ilaçe. Ja ilaçe, ja s'kam ilaçe. Asnjë ilaç. Asnjëherë s'kam. Por vetëm ushqim të prodhuar vetë, pa kimikate. Ajër të pastër, punë të përditshme dhe mbi të gjitha, një jetë të qetë. Shakja nuk e jo bilmiti, në jo ato, rahat. Ushqimin e ka pa bia. Dhe pare e 2-3 vete, bukën e kom bo vetë, e kom blua home vetë. Stres të ka pasë, sepse fëmini pa të mija, apo dje me qika, zoti i falë, shnosh, se atë, nuk pa të stres, as ka vlaj, ka ishte bia tje, i shkun mija, dhe vlogët, po dhe të mija. Nuk përdojë, as një kokër ka jesë përdojë. Këtjore ka herë natër, su ka maqive, se me i heqa s'kalla ka gjafë. Të dhënat e censit të vitit 2023 tregojnë se në Shqipëri jetojnë 364 qytetarë që kanë kaluar moshën 100 vjeç. Nga këta, 301 janë gra dhe vetëm 63 janë burra. Një raport që pasqyron diferencën gjinore në jetë gjatësinë e shqiptarëve. Gratë vijojnë të jetojnë më gjatë se burrat, një trend i njohur në të gjithë botën. Të dhënat mbi 100 vjeçarët në Shqipëri janë pothuajse të pamundura për të verifikuar 100%. Për shkak të historisë së Shqipërisë, certifikatat origjinale në vitet 1900 shpesh mungojnë ose janë të dëmtuara, gjë që e bën të vështirë pranimin në listat globale. Zyra e Gjendjes Civile në Shqipëri dhe Bashkia e Shkodër e kanë njohur zyrtarisht moshën e Zenepi Piranit, bazuar në dokumentet e regjistrimit të popullsisë. Ajo ka qenë e pajisur me kartë identiteti dhe pasaport që vërtetonin lindjen e saj më 10 maj 1910 dhe ndroi jetë në korrik të vitit 2021 në moshën 111 vjeçare. Megjithatë, nuk ka konfirmim nga organizatat kryesore ndërkombëtare të kërkimit gerontologjik. Pasaporta vjetë që ki posë. Me letër njoftim dhe kartë identiteti është pajisur edhe Zep Muhadiri nga fshati Vlahën, të cilës nëse i vërtetohet datëlindja 2 janar 1914, do të renditej e para në listën e personave më të vjetër në Shqipëri. Ndërkohë,
Në vite mediat kanë raportuar edhe persona të tjerë të vjetër të pa verifikuar zyrtarisht. Si Hava Ruda nga Elbasani, e cila në vitin 2002 festonte 122 vjetorin. Apo si Tane Koleci, që ndroi jetë në moshën 116 vjeçare në zonën e Ish Kënetës në Durrës. Sipas arkivave, rekordin botëror që ka hyrë edhe në librin Guinness e mban francezja Jean Calment, 122 vjeç. Të gjitha këto nuk i kanë interesuar as Zepës e as familjes së saj. Dolem në borë dielli. 112 vjeçarja vazhdon të qëndrojë në këmbë, me fizik të mirë, duke qijuar ditët me diell në oborrin e shtëpisë. I biri 75 vjeç e merr për dore dhe e shoqëron gjatë gjithë kohës. «112 vite nuk janë vetëm një numër, janë një arkiv i gjallë kujtimesh, nga koha e pas pavarësisë, mbretëria e Zogut, vitet e luftës, izolimi i kufive, ndryshimet e mëdha shoqërore, deri në ditët e sotme, kur bota duket krejt tjetër. Në shtëpinë e saj në Vlahën, mes heshtjes dhe ritmit të ngadalë të fshatit, Zep Bislim Muhadiri mbetet simboli qëndrueshmërisë, i forcës së grave të Hasit dhe i një brezi që jetoi shumë, foli pak dhe punoi pa u ndalur. Shkarta e tjerë, pse ki orë, më ka forë, më ka rrenë, më ka tisë, shëjmo. Njërë po lajtë, rritë. Në Zepe miru pafshim. Mashallah e fo. Faleminderit shumë. Respekt. Inshallah me jetë gjatë e kena. Faleminderit. Ku do me shku tash? A që shkojtë ku ka thajnë? Ja, pece, ka ko. Ka ko ku me shku atje. Shnete. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditën e sotme. Ne do të ritakohemi sërish të shtunën tjetër, por emisionin Një nga ne dhe rubrikën speciale mund t'i ndiqni gjithashtu në kanalin tonë në YouTube, si dhe në websajtin shqiptarja.com.